Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në këtë takim në tryezën tonë të Rumbullakut. Ne sot do të bëjmë portretin e një miku të Kinës. Është një histori e gjatë jete, një histori e gjatë miqësie, por edhe një pasion për gjuhën dhe kulturën kineze që ka nisur në vitet 60 dhe vazhdon me të njëjtin entuziazëm dhe me të njëjtën dëshirë edhe në ditët e sotme. Ne sot kemi në këtë studio të ftuar zotin Sotiraq Xharo, ai është inxhinier, në të njëjtën kohë është edhe një antar i kryesisë së shoqatës Shqipëri-Kinë. Zoti Xharo, faleminderit që do të jemi sot së bashku në këtë tryezë të Rumbullakut për të folur për ju si një person i cili ka një veçanti të madhe në jetën e tij, ka një lidhje magjike me Kinën, me gjuhën dhe kulturën kineze. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi, sepse sa herë që bëhet fjalë për Kinën, unë jam i pasionuar shumë mbas Kinës. Që ta fillojmë që fillojmë. Dhe këtë e tregon që në tryezën tonë, në fakt, zoti Sotiraq na ka sjellë disa nga përkthimet e tij, disa nga veprat e tij, dhe le të flasim së pari me këtë lidhje që jo më kot, jo për metaforë, unë e quajta magjike me Kinën. Shumë bukur. Sigurisht që shpesh herë kam takuar njerëz që kanë kryer studimet në Kinë apo të brezit të vjetër, të viteve 60, njëri prej tyre jeni dhe ju. Njerëz që pas viteve 90 kanë shkuar në Kinë për studime apo edhe për punë, dhe sigurisht edhe në vitet e sotme shumë të rinj të cilët janë të apasionuar pas gjuhës, pas kulturës kineze, ashtu si dhe të rinjt kinezë pas gjuhës dhe kulturës shqiptare. Patjetër duhet përmendim edhe turistët e shumë, si ka shqiptarë që duan të vizitojnë dhe të njohin Kinën, por rasti juaj në fakt nuk krahasohet me askënd. Si nisi ky takimi i parë me Kinën? Nisja me Kinën është sikurse unë shkova për studime në Kinë në vitin 1961. Dhe kemi qenë nga 100 studentët e parë që kemi shkuar në Kinë. Në tetorin, diku aty nga mezi i tetorit, nuk ishim përpara festës, e kanë një tetor festën ata. Dhe aty kemi pasur, domethënë, të gjithë profesionet të ndryshme që vajte. Po fillimisht vitin e parë, nga vitin 1961-62, kemi bërë gjuhën kineze. Kemi marrë ju keni shkuar në Pekin? Në Pekin. Ai instituti që është Instituti i Gjuhëve të Huaj. Beijing Waigo Yu Xueyuan. Ndërsa tani është Universiteti i Gjuhëve të Huaja. Bravo, shumë bukur. Dhe tani quhet Universiteti i Gjuhëve të Huaja. Për cilin mezi prej shkoj se kam një rast që mund të shkoj. Po patjetër. Vetë atje. Dhe atje të 100 studentët, mbasi mësuam gjuhën kineze, u shpërndam sipas profesioneve. Pra kishit të dek të veçanta për të studiuar. Specialitete. Unë për shembull isha për metallurgji. Petëzim Çeliku është ai libri aty këtu. Kemi një libër këtu që është për petëzimin. Ishte për punëtorët, se unë kam punuar atje. Dhe pastaj mbas Petëzim Çeliku me inxhinierët kam bërë këtë, është manuali i petëzimeve. Që ishte shumë i rëndësishëm për ata. Pra, juve jeni një nga le të themi kuadrot që po përgatitej për ndërtimin më pas të kombinatit metalurgjik të Elbasanit. Pikërisht. Sa vite studiuat për pastaj, mbas vitit 62 që mbaruam për gjuhën kineze, kaluam në një institut që është Instituti i Hekur Çelikut, Gantie Xueyuan. Aty kishte specialitet ndryshme, ishte për derdhje, për çelik, për gize, ishte edhe për petëzim Çeliku. Petëzimi është ai libri që ju thash aty, domethënë me anë të petëzimit bëhen profile të ndryshme që duan për shembull profile për ndërtim rrethore, katrore, shina treni, është një specialitet veçantë. Po, dhe mbasi punova atje një kohë të gjatë me prirjet e mia për gjuhë, sidomos me gjuhën kineze, aty më kërkuan institutin e metallurgjisë që ishte në kombinati metallurgjik. Dhe në cilin vit ju i përfunduat studimet? Në 66-ën, që duhet se edhe një vit tjetër të mbaroj unë, filloi revolucioni kulturor proletar në Kinë. U ndërprej mësimet. Neve atë kohë kemi netur gjithë një, kështu prisim ku do shkojnë jo ekskursione, nuk kemi bërë mësime me kanë. Na hiku një vit. Kështu që ai vit që iku, unë e plotësova kur edhe kam mbaruar këtu, pas këtu mora në Shqipëri, në universitetin diplomën. Mora diplomën, se nuk arrita dot. Dhe ndërkohë qëndrimi në Kinë ishte 5 vjeçar. Po, 5. Dhe në atë 5 vjeçar juve arritët që ta mësonit, ta flisnit gjuhën kineze. Unë kisha pasion. Unë hyra gjuhës kineze e bëra si thua gjuhën e dytë
kaq që më pëlqeu. Unë kisha gjuhën angleze, ruse, italian. Gjuhën kineze e kisha shumë të në përzemër me të drejtën. Dhe kur mbaruam për shembull neve atje në Institutin e Gjuhëve të Huaja, që të gjithë që ikëm tash thonim tash mjaft me kineze, mësuam bazën se morëm certifikatët. Jo, kinezja është një gjuhë që është si dhe me një puc. Sa më fillon ty aq më tepër i thua vetë që nuk di. Sigurisht. Se shumë në kuptimin si hieroglife, duhet të mësoni karakteret kineze. Dhe unë pasaj gjithmonë në çdo kohë kur kam ndryshuar shumë punë, gjithnjë kam shkuar nga gjuha kineze. Për shembull, u bë instituti i metallurgjisë në Elbasan me Hayreddin Kumbaro ishte drejtori. Ju keni punuar atje? Unë isha shefi i kabinetit të informacionit tekniko-shkencor. Materialin që merja unë, ja shpërndaja uzinë, 13 uzinave. Dhe i përktheni këto materiale? Unë i përktheja, kishte nga kinezë kryesisht, kishte dhe rusisht, kishte... Unë shikoj nga këto libra që kemi këtu në Triez, juve nuk keni përkthyer vetëm inxhinjeri, nuk keni përkthyer vetëm teknologjinë e pejzimit të çeliqeve. Por unë kam një libër për shembull të vitit 1976, i cili titullohet Cicërima në liçenin Tumping, me autor Tumping Hu dhe D. Njaushën. Është përkthyer nga ju dhe është botuar nga shtëpia botuese Naim Frashëri. Tani, te shtëpia botuese Naim Frashëri kanë përkthyer një roman. Romani quhej Sin lajtë sjau shëxu, gjimnasti i ri nga fshati. Si kjo kam dhe 3 libra tjerë, janë libra novela për fëmijë. Dhe nga i kam marrë këto unë. Motra im, mund të them tash, motra im ishte në kinostudion Shqipëria Re. Edhe i vinin filma dokumentar, dhe mi jepte mua, unë përkthejmë kërësi sa filma kam. Keni përkthyer filma dokumentar nga kinezishtja në Shqip. Pikrish. Dhe pastaj hyra dhe këtyre këto novele, pastaj ku hyra ku vajta në specialitet, punova atje. Aty pastaj gjithnjë me ato prirjet e mia për gjuhë, më morën në institut. Po si u duket që prirja juaj për gjuhën, për kulturën, ka qenë më e madhe se sa prirjet inxhinjerike? Ja ta themi unë. Kur mbarova gjimnazin, bëhej kërkesa nëse dini. Për të studiuar. 1, 2, 3. Asnjë nga ato 3 nuk vura inxhinjeri. Gjuhë huaj, anglisht, nduket se vura biokimi, po jo inxhinjeri. Më doli inxhinjeri për penzim metallurg. Dhe nëse keni patur besoj shumë kontakte gjatë kohës studentore me student kinez apo dhe nga vendet e tjera, dhe keni patur fat do ta quaja që mbas studimeve në Kinë, kur keni ardhur në Shqipëri, përsëri keni punuar me teknik, me inxhinier, me staf kinez. Pra e keni ruajtur dhe gjuhën. Gjithmonë, sidomos mbas vitit 90, kur filloi demokracia dhe neve bëm unë kam qenë një nga iniciatorët e shoqatë Misisë Shqipëri-Kinë, 91-shin e kemi bërë. E cila është krijuar në vitin 1991. Po. Është me rëndësi fakti që edhe sot që flasim pra mbas 30 vjetësh, ju sërish jeni pjesë e kësaj shoqate. Po. Por mbas viteve 90, ju si shumë shqiptar të tjerë emigruat. Po, japse më emigrova. Emigruat në Greqi, apo? Po, në vitin 1997, siç e dini ju, ishte ajo gjendje e turput dhe shumë. Në Shqipëri. Shkova në Greqi. Shkuat në Greqi. Në Greqi shkova, kam ndetur sepse atu vendosën vajzat në shkolla. Po. Ai sa vjeçare filloi shkollë të mesme. Të cilin qytet të Greqisë keni qenë? Unë kam qenë në Athinë. Po. Në Alimos quhesh ajo zonë. Në qytetin grek, po. Po. Dhe filloi jeta e imigracionit. Por ama t'ju them këtë, pse jam lidhur me kinezët atje? Nga që e morën vesh që unë dija kineze, përsëri juve me gjuhën kineze, ajo më mbajti mua. Kur shkëputët në emigracion, do të thënë gjuha kineze në emigracion, juve ju ndihmoi? Jo, më ndihmoi, po me atë kryesisht u morën. Me atë jeni marrë, si? Po, jeni marrë. Konkretisht. Jam marrë vetëm me përkthime. Jeni marrë me përkthime dhe kemi dhe një fjalor që ka për greqisht, po. Një fjalor të vogël xhepi, i cili është greqisht. Sa e kanë dashur kinezët. Greqisht kinezisht, i botuar në vitin 2004. U bën 500 kopje, kërkuan edhe 500 të tjera, se më kërkonin ku e ke. Pra, ka të vogla, po të s'ka. Gjykoj se gjuha kineze ju ka sjell fat. Për sa i përket profesionit. Sigurisht. Sepse emigrantët e tjerë shqiptarë në Greqi janë përshtatur duke bërë lloj pune fizike. Dhe kanë qenë shumë të rrallë ata shqiptarë, për shembull, që kanë shkuar, kanë qenë intelektual në Shqipëri dhe në Greqi duke mos njohur gjuhën, sigurisht është normale,
kanë bërë punë nga më të në punë fizike, jo në profesionin e tyre. Me që është muhabeti. Dhe është rasti të themi për ju, si që thoni të parët shqiptar, që një gjuhë e huaj është një byzylyk floriri. Një penxhere themu, dhe një dritare. Dhe kjo ka qenë nisi në vitin 61 dhe pastaj për sa vite ju keni jetuar në Greqi? Ja tash do t'ju them. Unë kur vata për shembull në fillim nuk e dija fare gjuhën greke. Tani, fillova të punoj atje se emigranti kur shkon çfarë do që të jetë, si unë jam inxhinier, kush të pyesë. Nuk kishte mundësi, po. Edhe unë shkoja për shembull në një restorant, edhe punoj, di anglisht, di italisht, di rusisht, di frëngjisht, di pra, me bashkë me kinezisht e sa gjuhë bën 6? Po 6. Sa fëmijë kemi qenë ne, babai dhe përgëzime. 6 fëmijë jemi neve, 6 gëzime. Dhe ku verdi puna, shkojnë aty në restorantët, mirë, di anglisht, di këtë, po një greqisht di, oqin, thonë. Nuk di greqisht. Po. Atëherë shikojnë që u dash ka patjetër greqisht nga aty ambaj. I kanë vënë greqishtët, jo vetëm që nuk është një gjuhë e lehtë. Nuk është e lehtë, sepse ka dhe alfabetin tjetër nga ne. Në ndihmon edhe çike rusisë, dhe shkon çike alfabetin jugoslave. Dhe hyra aq shumë asaj gjuhë, sa filloi edhe shkruajja, edhe lexonja, edhe përkthej aq mirë. Po përderisa keni arritur që të bëni në vitin 2004, që i bie jo më shumë vite pas vajtjes. Ka qenë një tjetër 2006, po sa kam. Një fjalor të vogël greqisht, kinezisht, kjo do të thotë që e keni përfshirë edhe gjuhën. Por pastaj vendosët të rikthesh në Shqipëri. Jo si vendosën, si është puna. Në fakt, të them sinqerisht, ne edhe mund të rinim akoma. Në 2019 nuk filloi Covidi. Atëherë filloi Covidi, kinezët e ralluan punën. Sigurisht se u mbyllët bota. Ashtu. Njëkohësisht edhe zyrat që më kërkonin nëpër zyrën loterie, avokatë, sotiri ku je, hajde kështu për kthime, kontrata për kështu. Ishit përkthesi certifikuar. Po. Dhe kështu që u ndërprej puna. Unë erdha këtu në 2020 kam marrë. Në 2020 në kulmin e pandemisë COVID-19 dhe nisët përsëri të merresh me gjuhën kineze. Sa morën vesh shoqëria time që më njefin, filluan erdhi Raqi. Tash e kemi për kinezë, dhe ata e dinin që unë isha ingranuar me kinezë, edhe me shoqatën. Edhe më njëherë u futa në përkthimet, edhe në shoqatë të pari, po. Njëkohësisht, si pensionist, çfarë do bëja? U mora me përkthime, po. Do të themi një gjë që ndërsa nuk është për të mburur, po është realitet. Unë kam bërë përkthime, i keni ju parasysh Alfa 4, A4, format, 100.000 fletë kam përkthyer. Fillova të shtova 100.000, si fillova këtu të përkthej, po kam përkthyer shumë gjëra. Është shumë e rëndësishme në fakt të dashur. Mirë, pastaj gramatika. Kjo është edhe gramatika. Po. Se më thanë ata gramatika e gjuhës kineze, që është hartuar nga ju dhe është publikuar në vitin 2024. Aty u njohtem ata të Institutit Konfucit, edhe aty shkova her pas here, më kërkonin. Pra keni kontakt edhe me Institutin Konfucit. Në fakt unë ju ka parë për aktivitetet të ndryshme të Institutit Konfuci, shikoj që studentët shqiptarë të këtij instituti janë gjithmonë miq tuaj. Jeni bashkë me njëri tjetrin shumë. Por sa kohë ju desh, sepse nuk është e lehtë të publikosh një gramatik të gjuhës kineze. Tash të ta them sinqerisht, këtë si material unë e kisha përgatitur që në Greqi. Kishit kohë që e kishit, sepse gramatikat kështu funksionon. Unë kam ndjetur gati 3 vjet në biblioteka duke gërmuar, kam marrë amerikane, kanadeze, greke, po gjitha, rinja në bibliotekë, gërmoa, dhe materialin e kisha. Si thua, si të bësh ti brumit të bësh mbyrë. Kështu që me atë material ku erdha këtu, ja u tregoj shokëve edhe atë Instituti Konfucit. E më thanë mua, po atëherë na jep ta bëjmë neve. Se unë nuk kisha mundësi të në pension, sigurisht të Erion Malaj. Po, ishte drejtori. Dhe ndërkohë ne patjetër do kthehemi tek shoqata e miqësisë. Juve thatë që në vitin 91 keni rinisur punën, pra kemi të bëjmë me 35 vjet kësaj shoqate, dhe sigurisht që ajo shumë e pranishme në të gjitha aktivitetet që zhvillohen. Mund na flisni për këto veprimtari të shoqatës, diçka që mund t'ju ketë lënë mbresa të veçanta? Duhet dini një gjë. Kinezët kanë një veçanti, afërsisht shkon edhe me ne. Ne kemi besë për ata kanë atë dashurinë për të huajnë, atë si thosh respektin për të huajnë duan shumë. Nuk e ke ide se sa mirë sillet kinezi kur jeti me ta. Janë shumë miqësor, janë shumë tutor.
Qa do bëjmë bashkë? Këto janë karakteristika të veçanta. Sidomos si tregtar të fuqishëm. Mbas viteve 90, ju keni shkuar sërish dhe keni vizituar Kinën? Era fundë kam shkuar në 2008 ku isha në Greqi. Në 2008 ka qenë në lojrat olimpike. Po, lojrat olimpike, bravo shumë. Kurse këtu, në vitin 2... Çfarë bët në lojrat olimpike të Pekinit? Ishit si për Shiko, unë shkova edhe një 2 ditë, shkova, 3 ditë shumë, më tepër se më morën si përkthys, me që një anglisht edhe gjutir. Edhe më tepër mora më shumë me ato ç'ma kërkonin ata, jo se kisha një plan të Nuk përcaktuar. kisha një mundësi të madhe për të vizituar. Po më e bukur që kjo, në vitin 1994, që filloi gjithashtu që bën këtë shoqatën e miqësisë, që 3 vjet, pas 3 vjetësh, na kërkojnë kinezët që të bëjmë një vizitë. Kam qenë domethënë në 1994. 94, pastaj në 2008. Pastaj 2008. Po, dhe le të shpresojmë se do të shkoni përsëri. Le të shpresojmë që do të shkoni përsëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në vitet që jetojmë, sigurisht që siç e përmenda teknologjia ju bën që t'i keni kontaktet më të shpeshta. Keni kontakte me miq në Kinë, me miq kinez? Kam shumë miq. Bile unë njerë kam shkuar në Kinë në vitin 90 parë se shkojnë nga 95 më duke, shkova një mikun tim, po ku kam vajtur, se unë kam shetitur Kinën nga Veriu, që ta them tash. Po, e njihni mirë. Nga ku filme Mongolinë Ho ti quhet, në Harbin e gjithë, Talien e gjithë, deri në ishullin Hainantao. Quhet ishulli i Kinës Jugore, Hainani, bravo, shumë bukur. Aty një mikun tim që ishte boss, më thiri, kam lidhur një muaj aty. Ai donte të më mande atje bile. Jo, i tha, shumë në erdhën, faleminderit, më qovi, kus më qovi, kam miq, edhe në Pekin kam. Juve, zoti Sotiraq, keni një eksperiencë të jashtëzakonshme me Kinën dhe shumë të pasur, një dimension shumë i veçantë. Ne kemi kontaktuar, kemi patur raste që edhe nëpërmjet programeve tona të sillim njerëz me eksperiencat e tyre. Por gjithashtu besoj se jeni optimist për shkëmbimet, sidomos shkëmbimet kulturore dhe si shikoni një potenciale në këto shkëmbime? Unë jam gjithçka kam shprehur atë mendimin që tim sa më shumë marrëdhënie të paktën kulturore, sportive, shkencore, gjithë ato mos e mendoni që tradita që kemi patur do ndihmojë për këtë, përderisa ne në fakt e vëmë re që kinezët ndaj shqiptarëve kanë një dashuri të shprehur në të gjitha llojet e rasteve. Pra ju mendoni që kjo miqësi e kanë krijon një bazanet ka në gjurma shumë. Ju them një gjë për shembull, kur shkon ne për vizita, kemi shkuar në komuna, në qytet, sa merrni vesh arpajnia, mirë na vjen kush të takonte. E kam pasur. Do të doja nga juve një mesazh për ta përmbyllur dhe këtë bisedë. Juve vazhdoni edhe aktualisht jepni mësim pavarësisht të moshës tuaj dhe jeni përsëri aktiv. Unë do të them këtë. Unë e nisa punën në politikumin shëndetësor si mësues. Mbas pensionit, tash këtë tutje, bile ka 3-4 vjet që kam dhënë mësime edhe privatisht, po jap edhe si mësues prapë vazhdoj me gjuhën kineze. Pra e shoh jetën time gjithnjë të lidhur ngushtë me gjuhën kineze. Unë ju falenderoj shumë zoti Sotiraq për të gjitha këto momente të rëndësishme nga jeta juaj dhe për gjitha këto rrëfime kaq të sinqerta dhe kaq spontane që juve sollët në studion tonë, në tryezën tonë, dhe ju falenderoj gjithashtu që keni sjell të gjithë punën tuaj, jo të gjithë, po një pjesë të saj, që ka të bëjë me gjuhën dhe kulturën kineze, e cila nuk është shkëputur që nga viti 1961 deri në ditët tona. Pra kemi të bëjmë me një periudhë 65 vjeçare të jetës tuaj të lidhur me gjuhën dhe kulturën kineze. Ju falenderoj, ju uroj shëndet dhe uroj që sa më parë të vizitoni përsëri Kinën. Të falenderoj shumë. Edhe të keni sa më shumë gjëra për të treguar. Edhe unë ju falenderoj shumë. Të dashur miq, ne
sot në tryezën tonë kishim të ftuar zotin Sotiraq Xharo, ai është inxhinier në pension, por në të njëjtën kohë është edhe një përkthyes, njohës dhe mësues i gjuhës kineze, jo vetëm në Shqipëri, por edhe gjatë jetës së tij në emigracion, i lidhur pasgjithshmërisht me Kinën, me gjuhën dhe kulturën e këtij vendi të madh. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Miru takofshim.